Përshëndetje të nderuar shikues të DTV Medias, mirë se po takohemi edhe këtë javë në InfoDev, duke filluar që të flasim për gjërat që kanë karakterizuar vendin ton. Fillimisht do të ndjekim bllokun e lajmeve për të kthyer në studio me dy bisedat që kemi dy të ftuar faktikisht, që do të diskutojmë të pari me gjendjen e komunikacionit në vend dhe me të dytën do të flasim në lidhje me ngjarjet që kanë karakterizuar këtë fundjavë që kanë të bëjnë me lidhjen demokratike të Kosovës. E për më shumë informata qëndroni me ne. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar pas sulmit në zyrat e postës së Kosovës në Zveçan, duke cilësuar si sulmin me elemente terroriste. Kryeministri Albin Kurti ka shënuar në Facebook se ky akt dhune është një orvajtje për të cënuar sigurinë dhe për të penguar integrimin e qytetarëve në sistemin ligjor dhe institucional të Republikës së Kosovës. Pas sulmit të brendshëm me granat ndaj pikës së postës së Kosovës në Zveçan, lideri i AK-s, Ramush Haradinaj, ka reaguar ashpër, duke cilësuar këtë akt si një pjesë e qëllimeve agresive të Serbisë. Sulmet e përsëritura mbi institucionet e Republikës së Kosovës dëshmojnë qartë qëllimet agresive të Serbisë, andaj dhe sulmi i brendshëm është vazhdimsi e logjikës terroriste të leadershipit në Serbi, ka deklaruar Haradinaj. Ai ka vlerësuar punën e policisë së Kosovës dhe institucioneve të sigurisë, duke theksuar se ato po dëshmojnë aftësinë dhe gatishmërinë për të sjellë para drejtësinë ata që guzojnë të cënojnë rendin dhe ligjin në vend. Haradinaj ka bërë thirrje për mbështetje të pakushtëzuar për institucionet e sigurisë nga qeveria e Kosovës, duke paralajmëruar se vendi nuk guxon të bëhet një bazë për elemente terroriste. Për rastin në fjalë është deklaruar zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elçani. Elçani tha se sulmet ndaj institucioneve janë vepra me elemente të terrorizmit. Nga viti 2022 është kjo situatë në këtë formë, por ne jemi mësuar me këtë sistem, deklaroi Elçani. Ai theksoi se policia është duke hetuar rastin. Për kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, akuzat për vjedhje të votave brenda listës së partisë dhe insistimi në strukturat e organizuara kriminale nuk ishin breng, simbastis do të duhet të ishte as për partiakët e tij, i cili i quante luks momental dhe që s'habite dhe që disa prej tyre kishin, të paktën kështu mendonte me 2 mars 2025 dhe kishte shprehur haptazi në diskutim të brendshëm në grupin në Viber të kryesisë së partisë së tij. Me përshëndetje Avdullah, e nis Abdigjiku mesazhin e tij në kryesinë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si kundër përgjigje drejt për drejt për shqetësimet që kishte ngritur ish kryeministri i vendit. Abdigjiku ishte i bërgosur vetëm për votat e partisë dhe pohonte vetëm shkrim. Jam interesuar që Lidhjes Demokratike të Kosovës të fitoj mandatin e Nistenit për këto çështje të tjera. Janë luks momental, të cilën nuk habitën që i keni, sikur të gjithë të ishin të brengosur për këtë gjë, kishin pas punë shumë më mirë, shkruan të Abdigjiku. Kjo erdhi pas shqetësimit që kishte shprehur Avdullah Hoti në grupin e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, në lidhje me votat e diasporës. Ani pse është adaptuar qenia Ndacak i një mit nga një qytetar në qendrën e trajtimit të qenëve Ndacak, ende po ekzistojnë qendët e Ndacak, cepave të Prishtinës. Deri më tani janë vanksionuar e sterilizuar 4.000 qendë e Ndacak, ndërsa rrugëve të kryeqytetit po sillen rreth 3.500 apo 4.000. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se komuna ka bërë një punë të madhe në menaxhimin e qendëve e Ndacak, duke kritikuar mungesën e përkrajës nga niveli qendror. Ai ka shtuar se edhe pse janë ndarë 9.8 milion euro buxhet për këtë çështje, deri më tani nuk është shpenzuar asnjë cent nga qeveria. E dim që kemi pas sfida të mëdha me problemet me qenën Ndacak dhe vazhdojmë të kemi sfida. Për këto 3 vite gjys kemi mbri numrin në 4.000, pra kemi kastru, sterilizu, vaksinu 4.000 qenë. Po i bëjmë gjitha këto punë pa asnjë ndihmë për fat të keq nga niveli qendror, përkundër faktit që niveli qendror para 3 vitesh na ka thonë publikisht që e ka ndarë një buxhet prej 9.8 milionësh, mirë po deri më sot kanë shpenzu zero, pra kanë shpenzu zero buxhet në ndihmë ndaj komunës Prishtinës apo çfarëdo komune në Kosovë. Vetëm vitin e kaluar dim që kemi pas me numra, kemi pas 194 incidente, pra kafshime,
prej tyne 3 kanë qenë fëmijë, derisa si vjet, vetëm prej janarit deri tash në fund të marsit i kemi 44 incidente, pra 44 kafshime, prej tyne 2 fëmijë. Edhe është, po them, një problem që është dashur me marrë me seriozitetin më të madh gjithmonë. Publikisht kërkoj nga qeveria e Kosovës që të na bashkangjitet në zgjidhjen e këtij problemi për një periudhë kohore tash edhe më të gjatë, pra të jo vetëm të caktojnë buxhete dhe mos t'i shfrytëzojnë, mos t'i realizojnë. Ndërsa drejtori i shërbimeve publike Bekem Brestovci tha se pavarësisht pranisë së qenëve e dacak në qytet tashmë janë 1000 më pak. Ai potencoi se sfidë po mbetet sjellja e qenëve ndacak nga zona të tjera në Prishtinë. Sado që dikush mund të shef qenë sot në Prishtinë, sot i kemi 1000 qenë më pak në hapësirat publike dhe ne po vazhdojmë për kushtim që të japim zgjidhje totale kësaj problematike. Natyrisht po bëjmë apel, siç e tha edhe kryetari, që edhe niveli qendror të na ndihmojë që ta kemi më të lehtë, sepse një prej problemeve që po na paraqitet në vazhdimsi është sjellja e qenëve nga zona tjera. Qytetarja e cila ka adaptuar 10 qenë me atë të sot, Florentina Bajrami, u shpreh kënaqur që mund të adaptoj qenë ndacak. Na jena shumë të kënaqur që mundna me adaptu qenë, me kriju një strehimore, që ata me pas një ambient më të ngrohtë, me pas për kujdes dhe dashuri për ta, edhe i bëj apel krejt qytetarëve që mos me bleni qenë, po me adaptu. Të gjithë qytetarët që adaptojnë qenë ndacak fitojnë nga 50 euro në muaj nga Komuna e Prishtinës, por gjobat për ata që nuk i përmban kontratës janë deri në 3000 euro. Pas blokut të lajmeve u kthym në studio për të diskutuar lidhur me komunikacionin në vend, i cili djetë është goxha i ngarkuar. Për të folur për këtë çështje, kemi thirrur ekspertin e komunikacionit Nol Deda, i cili do të na njoftoj më shumë rreth komunikacionit. Nol, faleminderit shumë që gjete kohë që të vish në Info.de. Faleminderit edhe për jush. Kemi pa që për Bajram ndodhen goxha shumë aksidente në vend, gjë që është e zakonshme apo jo? Po e zakonshme është për shkak se festa në vetë është një festë e cila vizitohen të afër me të njëjtën me tjetrën, edhe pikërisht është ajo që për fatkeqësinë tonë për çdo vit po përgjaket edhe rrugët në për këtë festë, na do të mundohen me festu, po faktikisht atë numri i madh i automjeteve në qarkullim me sipër po vinë edhe deri te aksidentit. Për fatin tonë ke pas edhe fatalitet, ke pas numër shumë i madh i aksidenteve ka qenë për 3 ditë, për këto 2 ditë që kanë për shembull të çtonën Tillën edhe të Honën. Edhe kjo neve na kallëzon se na duhet me pas një kujdes shtum edhe gjatë festave që mund ngrit edhe niveli menaxhimit komunikacionit në nivel pak më të lartë. Ne kemi pa që këto aksidente ndodhe edhe një me fatalitet fatkeqësisht. Si e shihni ju punën e komunikacionit, sidomos në atë rrugën nga Fushkosova që dihet se është goxha e ngarkuar si rrugë? Shqipëria ajo është rrugë nacionale. Rruga nacionale e ndysh edhe pikërisht është ajo që vetë emri nacionale e mban edhe që numri i mjeteve të qarkullimit në rrugor janë jashtëzakonisht, unë do ta jap edhe shifrën pavarësisht në kushte normale qarkullimit, aty qarkullojnë rreth 34.000 automjete brenda 24 orëve. Nëse kemi të bëjmë tash edhe me shtimin e gjatë festave ose gjatë këtyre eventeve kulturore, atëherë sigurisht se kemi edhe rritjen e numrit të qarkullimit të automjeteve. Pikërisht neve na ban mësonej që rritja këtyre numrit të qarkullimeve më ardhë deri te kontakti ose aksidentet automjet me automjet, pastaj edhe automjet me kamsor. Mirë, po pse po ndodhin kaq shumë aksidente në Kosovë? Nëse na tash e klasifikojmë faktorët të cilët ndikojnë drejt përmes elementeve të tyre, na kemi faktor njëri i cili ndikon më shumëti ose në bazë të studimeve që kemi bën na, flas për standardet evropiane jo për Kosovën, është dikon rreth 85% si shkaktari i aksidenteve, pastaj kemi faktorin rrugë rreth 8 deri në 10%, e kemi faktorin automjet 3 deri në 5%, e kemi pastaj faktorin komunikacioni rrugor, kemi 1% edhe faktorin incidente kemi 1%. Kjo të kallëzon tash në qoftë se na shta faktorë të cilët
janë hulumtuar që se shkaktojnë aksident në Bashkinë Evropiane, në qoftë se i kthemi në Kosovë, atëherë na shohemi se në Kosovë ma përqindja aty në kushte njëjtë, po rritet e posaçërisht faktorën rrugë, që na nuk i plotësojmë kriteret edhe standardat e elementeve rrugore, sukur premtimi, pastaj e kemi faktorin automjet që nuk i plotëson kriteret automjeti, kriteret e automjeteve që janë në Evropë, me qenë se të na i kemi dikon rreth 80% automjete mbi 17 vjetë, edhe pastaj kemi edhe dy faktorë tjerë që në Kosovë asnjëherë nuk janë bërë analiza, nuk janë diskutu, sikurse është faktori komunikacionin rrugor, që këtu bëjnë me përfshihen elementet e menaxhimit të komunikacionit, edhe është njohurit mbi sigurinë rrugore. Për njohurit mbi sigurinë rrugore na kemi patent shoferin, edhe dim se çfarë niveli jem, edhe menaxhimi që shpeshherë na dim me dështu në përfesta. E përmendë nivelin e patent shoferit italian, ky nivel për të dëshiruar, me qenë se në të kalume kemi pas goxha shumë eksperjenca ku i kanë marrë edhe me pare. Që është bërë editor në për shumë lajme. Marrja patent shofer në forma tjera, jo ligjore, që unë e quj, po ekzistojnë edhe në për shtetet tjera, jo vistona, sidomos në për shtetet e balkanike, po ka edhe në Evropë, ka dhe në Gjermani, ka dhe në Angli, kam informacionet tila, njerë që e kanë marrë, edhe formën se si kanë arritë për mu pajis me patent shofer, por me që thatë, na do të themi të nëse që është formën për me eliminu. Ekzistojnë metodat të cilat muj me eliminu edhe këtë fenomen, edhe po për fatin të kesin Kosova nuk është e prejme dhe më duket se nuk ka njohuri formën se si do të më shku e me eliminu dhe këtë formë. Në qoftë se na kem kohë, atëherë kisha përmend dy llafe, njohurit mbi sigurinë rrugore fillojnë prej moshës 6 vjeçare, do të prej qirrës të fëmijëve, se bëhet njohuria me komunikacion rrugor, pastaj na për shkollë, klasë parë, klasë 2, klasë 3, deri në klasën e 8, domethënë janë metodat edukative që merren në për këto klasë, bëhen gara të ndryshme me bicikletë, pastaj edhe me mjete të tjera, pastaj vjen gjimnazi, ku i kem që unë e preferoj që personat të cilët e mushin 16 vjet me hi në patent shofer për shkak se mosha në atë kohë e dën e ka energjinë drejtuesi automjetit për me plotësu, edhe 2 vjet pastaj më kon patent shofer i ri i cili duhet me drejtu automjetin në mbikëqyrje. Që do thotë se në mbikëqyrje ne kuptojmë në qoftë se është personi tjetër që është i ulur në afër tina, edhe që ka patent shofer më të vjetër se 3 vjet. Kjo të kallëzon se nuk dënohet ai drejtuesi automjetit, por duhet mu dënuar që ky se është në mbikëqyrje. Pse ka është shofer i. Mas 3 vjetëve, mas 2 vjetëve ose 3, varësisht që do ta përkufizojnë, është e përkufizuar me ligj 2 vjet, shkohet edhe testohet në poligonin e sigurisë. Poligoni i sigurisë i përfshin gjitha detajet ose elementet e nivozitje të sigurisë. Varësisht prej kushteve të qarkullimit, pastaj kushteve të rrugës e tjerë, pra poligoni i sigurisë përfshin një hapësirë për 20 hektarëve, edhe aty brenda saj na janë gjitha elementet e sigurisë, edhe në qoftë se e kalon pra është një prag. Edhe për këta personat që mujnë me morë në forma tjera patent shoferin, është një prag që ata nuk mujnë më dalë vetën me drejtu automjetin, pa mbikëqyrje, pa kalu qatë poligonin e sigurisë. Edhe në këtë forma atëherë na mujnë me nxjerr një drejtues të automjetit mirë, do thotë taft, sigurt, inteligjent që unë i quj, edhe në atë kohë mëse ne për cilët, se faktori njeri nuk është gjithmonë që është i qëndrueshëm, edhe fizikisht i qëndrueshëm edhe në mënyrë mendore. Edhe ato ndryshojnë. Prandaj edhe janë policia trafikut e cili e përcjell drejtuesin e automjetit mos ka konsumu diçka, mos atë drejtu automjetin kushte tjera trona, sigurisht pazjumësia, lodhje, alkooli e tjera. Edhe pastaj edhe sanksionohet. Sanksionimi tyne e morën metodën më të avancuar që është në Amerikë, edhe morëm se në qoftë se zinet me patent shofer me shpejtësi të madhe ose me alkool ose me narkotik, atëherë dërgohet në institucione përkatëse ku mohet trajnimi një javor, edhe aty tregohet pasojat të cilat mundin mi dalë prej qëtij drejtimi. Domethënë prej drejtimit të automjetit në ndikimin narkisë, lodhën ose e tjera. Edhe prandaj edhe masanej sanksionohet. Në qoftë se një drejtuesi i automjetit gjatë
drejtimi të automjetit i merr 9 pikë negative për 2 vite, ai rikthehet prapë në patent shofer. Pra, nuk është më patent shoferi i përhershëm. Do të thotë sikur se ka qenë. Merret patent shoferi, mas 9 pikëve për 2 vjet edhe rikthehet prapë në njohuritë. Për fatin e kestionin këto metoda që unë jam t'i fol, në Kosovë nuk praktikohen jashtë po. E kemi panën që ka fillu praktikimi këtyre pikëve, heqja e pikëve në Kosovë. Për shembull, ta hek një pikë, po tash ato pikë mundën më u rikthy, apo? Po bre, për sa vite? Janë tu hek, janë tu zhit e hek e zhit. Që të tregon, në qoftë se sot e merr, atëherë mrena 2 viteve ty ajo pikë ka më konë qëndrosh. Mas 2 vite ajo eliminohet me njëherë, se kime lesë të hekme. E nëse bën edhe një gabim tjetër, shtohet edhe një pikë tjetër? Unë tregova, për shembull, në qoftë se ti futesh semafort ku që ki 4-5 pikë, më duket. Do thotë 2 herë futesh ta dhe ty të shkoj patent shoferi. Po për fat keq të na ka se i ka 12 pikë, 13 pikë, 15 pikë, nuk ju ka marrë patent shoferi, nuk ka kthy personi prapë patent shoferi, nuk ka qenë trajnime. Është gabim në qoftë se na gabojmë, për shembull, një herë me alkool edhe ne morrin 5 pikë, është gabim, ose ne me prit edhe një herë më marr 5 pikë. Jo, duhet me qenë trajnim. Edukimi është forma më e mirë e kalimit të vështirësive sa i përket sigurisë në komunikacion rrugor. Pra, në qoftë se mu më nxojnë me alkool, niveli alkoolit mbi 0.5 promila, atëherë mu më dërgon një institut, do të mu kriju institucionet. Më dërgon një institut edhe ata mrena personeli adekvat, profesional, flas, a i mon ligjeratat për alkool, i tërgon filmat, unë i kam personalisht syzat që t'japin informacionin si në ndikimin e alkoolit, në fazat e alkoolit 0.5, një pastaj 1.5, 1.52 e tjerë, edhe ty tërgon mësanesin cëllën fazë është edhe me ta e drejton e automjetin. Me që ata syza i kalëgjoj se cëllë është nivelli tina, pra krym ushtrime në poligon me syza, që a i me ditë mësanese fatketsijet vjen për alkoolit të qëfar formë. Sigurisht, zotë Lidema, ne kemi pasë që ka mungesë edhe të sinjalizuzve në për rrugë. Po, sigurisht, se cilë drejtuesi i automjetit, se është dhe ka një përvojë, ka me vrejt. Unë do të përmeni, vetë ministria ka pa dalë para një 2-3 viteve, tha se dikon rreth 40% mungon sinjalizimi. Në rrugët që i menaxhon ministria, që janë autoudhat, rrugët nacionale, rrugët regionale. Që është kogja shqiper e lartë, 40% temi se mungon. Që shqiper e lartë, kur ne kemi 2200 km, 200-300 km i kemi rrugë që menaxhohen prej ministrisë, edhe mungesa sinjalizimit deri në 40%. Nuk ka veç ajo. Tash i kemi edhe tjerat. Damtimi i shenjave të komunikacionit. Ajo nuk futet me njëherë largohet prej standardit. Korozioni largohet prej standardit. Se nuk bëhet në Kosovë. Shpeshher kemi parë dhe të zgallavitura shajat me... Mo ajo nuk merret parasysh. Si të hub dukshmërinë. Do të thotë si drejtuesi i automjetit nuk mundet me vrejt në distancë caktuar, ajo shaj mo është inekzistente. Në qoftë se shenjat horizontale nuk janë të sinkronizuar me shenjat vertikale, është inekzistente. Do të thotë na drejtuesin e automjetit nuk i na t'i dhon informacionet të duhur për një vozitje të sigurt, po i na t'i dhon informacione të këqija. Do thotë, pra secilën këtu që unë e përmenda përveç mungesës shenjave, drejtuesi i automjetit nuk pranon informacione të mira. I pranon informacione deformuese. Në këtë formë, nëse ne i mbledhim me përqindje, atëherë parafërsisht dikon rreth 55-60% drejtuesi i automjetit ka mundësi mos me pranu fare informacione dhe ka mundësi me pranu informacione të deformuara. Mirë, po sa janë të aftë qytetarët e Kosovës të mirë informuar, themi, lidhur me mënyrën se si duhet drejtuar në komunikacion. Pasi që kemi pa që goxha të lovi krijohet, e sidomos tek rrethat, ka shumë të lovi. Edhe të rrethat, ne kemi me 3 shërita qarkullimit, shumicën e qarkullimeve rrethore të paktën Prishtinë, asnjëherë nuk ka dhënë arsyeshmëria teknike se rrethi sa shërita të komunikacionit do të mi pas. Do ta përmendin një shembull e kam pas një unë ligjeroj në UBT dhe aty e kanë lëndën e auditimit të sigurisë rrugore.
edhe njëni prej studentëve të mi, nuk du me dhonë qytetin se me ne herë dinaj, edhe njëni prej aty ne ka bo një qarkullim rrethor në shehrën e vetë. Edhe murëm tash na për analizojmë shpejtësin ligjore dhe shpejtësin e sigurisë. Edhe ne na delë se shpejtësia e sigurisë është shumë ma madhe në krahasim me shpejtësin që ata kanë lënë aty në qarkullim rrethor, edhe unë i tham atina se këtu ke kriju pikë zezë. Edhe me njëherë, orën tjetër, atëherë tha profesor qysh kemë mundësi për me premisu dhe me bo që na me pas dhe barabartë shpejtësinë e sigurisë me shpejtësinë ligjore, edhe sigurisht se të qarkullimit rrethor lejohet që shëriti i qarkullimit me kon deri në 4.5 metra, edhe i thash atëherë në qoftë se ki shëritin e qarkullimit 3.5 shtu edhe 1 metër, edhe pastaj llogaritë në bazë radiusit qarkullimit rrethor edhe ta shohmi atëherë cilla shpejtësi. Edhe realizojmë atëherë shpejtësinë e sigurisë më kon e barabartë me shpejtësinë ligjore. Dhe kjo është ajo që gjithmonë qarkullimit rrethor duhet me pas një arsyeshmëri teknike. Arsyeshmëria teknike është ajo që unë fola. E tash, secili drejtuesi i automjeteve, ku ti kem 3 shërita qarkullimit, ai ka mixon. Ka më shku për shkak se na tonin për gut. Edhe për fat keq, me një emision i televizion kem qenë bashkë me policinë në qarkullim rrethor për me pa se qysh po hin. A ditë bashkë me Togerin u morën vesh që mos mitej nuk, po me dhon këshilla dhënëse, që unë e preferoj atë punë. Edhe besa të rreth i flamurit, dikon rreth mos tam 40% shkreshin prej shëritit brendshëm, për me tropu rrush, edhe atu kryojnë 3 pika konflikti. Si cilë drejtuesi i automjetit, duhet më konë i vetëdijshëm. Se gjatë qarkullimit rrethor nuk guxon me kriju pikë konflikti. Edhe pikën e konfliktit nuk e krijon në qoftë se ai ka dale e din e imagjinon a ka me hymjen e dytë, të parën, dytën ose tretën. Edhe ka mu rreshtu në qata shërita qarkullimit që nuk ka mi pengu edhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. Shëriti i pari nashën, sigurisht se policia kënë jashtëzakonisht mirë, edhe ishin me këshillë dhënëse, jepshin këshillën e dhënëse, nuk guxon se krijon prika konfliktin në këtë formë, derisa erdhi njëri për fat keq me 06, edhe për policit për tha unë jam në rregull, tha me leq. Ai i jep ke këshillën, ai thikë unë jam në rregull. Ai thikë i jepsh, ti dhon këshill, policia ke, edhe për njerë dënun, se e lipi. Pas ka qenë kryefort. Shumë interesant, shumë për interesant, jep ke këshillën si mos që shtu, po ka lëthë shëritin e mesën, pastaj edhe në tjashtmin, edhe eliminën gjitha pikat e konfliktit, aja pet, dikur sigurisht se e mora dhe denun, se ata kanë jenë mësu tash, edhe policia trafikut gjithë ditën janë, kanë kontakt me telefarlojë, se zakonisht edhe unë kam ligjëruar dhe në vështëri, në 2002 një kom thonë, kër dalish në rrugë, harrojt të lashet si ki të shpia. Se i bonë me veti, i muare të lashet me veti, atëherë ki dhe të majmuna në shpinë. Edhe s'mund është më me nëqu. Në qofë se i len të lashet, edhe komunikon, edhe menagjen vetën, menagjen edhe komunikacion njerës zakonisht mirë. Sigurisht. A janë kej taft njerëzit për me marrë lijen e kerit, ose për me drejtu një automjet? Qysh? Se kemi pa që ka njëherë njerëzit nuk mujnë edhe me pjetë shumë dëvëmen shumë në... Shumë e mirë me kja pytja, falimnderë shumë, se je morë me studimin e morës patent shoferit para luftës, pastaj mas luftës e kam më dhejtë që unë jëmë kondrejtar në Ministri Transportit, ishma pak se një 3-4 vjetë. Ka gja shumë eksperiencë. Po, kemi zhvillu programin, unë edhe shokët e mi, Jaja Monte ka qenë drejtori patent shoferit, edhe kem fillu, do të thëtë, para luftës na kem ditë se ka qenë korupcioni nivellit shumë të mëllë, kanë hi 100 vete, kanë thonë 5, 4, dhe më thonë s'kanë mujtë me thonë më shumë, edhe në atë kohë edhe si inxhinier, viteve të 90, kam thonë në nuk jem bodalë, kër ne jem gjendje për me kry një fakultet, kër jem gjendje me studiu jashtë, në gjutë huja me kry fakultete, me doktoru e sene, ne jem gjendje edhe me një patent shofer me morë, për shak se e ki pjesën teorike dhe praktike. Mas luftës kem kriju institucionet tona, kem kriju programet tona, kem dzirë liber me 900 pyetje, prandaj e kem letësu edhe me marë patent shofer me një huri,
edhe pjesën praktike, kemi bo programe soferike, etjera, pro kemi arrit, Se lecana dhe ma shumë. kemi lecu jashtëzakonisht mose, edhe në atë kohë këm thonë që për sa vjetë do të menagjoj, në qoftë se zgas këta, do të më rri dhe 80 ose 90% kalioshmëria me konë. Kemë rri dhe në 60-65, kena më rri, në më thonë 2004, që nëse 2005 në një më dërgu, këmë dhe ndërheqë, dhe në fund 2004 si kam post statistikat që na kalioshmërinë e kemi arrit deri në 60%, për shkak se pyetjet se kanë qenë në provim kanë qenë liber, kanë qenë CD. Edhe kandidat kanë mujt me mësu. Ka bërëm, du me të regu për herë të portu ju, pak pa botu librin, edhe me zirë në publik, ka qenë Mërsel Uka, ka qenë drejtori krimeve ekonomike, edhe dikush e kish fotografu të jesën e kish orë të ministri Zef Morina në atë kohë, më thret mu edhe më thët nëllë ka dollë testi për jashtë. Thash, po, thash, e di se kanë dollë, thash, po, ka më dollë, thash, krejt testi jashtë. A qysht, kanë me dollë, thash, ka me bo librën, thash, edhe ka me zirë. E në atë kohë, o shumë interesant, e mora Mërselin, tash, baron edhe ma vorën, e kom posë edhe mik, kem shku në zyre teme edhe, i thash për herë parë, thash ti e njëri i parë, thash se po të adhëroj librën. E kam thonë Mërselit, tha, shka ka, thash tu jenë 900 pyetje, që me promotacion kanë mu zgjedh pyetjet. E testimin në 2005 në kemë qitë. 2024, në 2022 ka ashtë fut në praktikë. Edhe ai, si drejtori krimeve ekonomike e pau se do të thëtë se so shkërgjon, pse kandidati duhet me pas më mësu për i t'i shkajt. Sigurisht, me pas edhe me shambuj, ashtu si që ishte illustruar në mënyrë më të mirë. Shumë, ajo ka qenë mrekulli. 35.000 libra, ne ja u kemi thonë në autoshkolla në atë kohë, edhe kandidat ka fillu, mëse ne e kam përcel kalioshmërin, edhe ka fillu më rrit kalioshmëria. Do më thonë, për një vit kemë rrit që na kolegë që kemë pënu, mëse rrasi kam pas një 7-8 kolegë aty mrena, që kemë pënu, gjithë kemë qenë inxhenjerat komunikacionit, dhe si ka herë ju thësha, janë të hunit edhe dajakët, thonin kanë, dhe thëtë, gjithë kanë qenë magjistra të komunikacionit, edhe arritëm që 60-70% kemë arrit kalioshmërin në fillim të 2005. Ka qenë një mrekulli që e kemë bon atë kohë. Përja që? Dida i sa ka qenë e vështirë me punu në asë sektor në atë kohë, që ma pak kur në atë periud ku njerëzit së që kam pas edhe shumë një ori në komunikacion. Duke ditur që kemi arë nga një regjim gëgja jashtë. Në pas, shqyqa, na ke pa morë shumë seriozisht se kem him rana në ministri shumë inxhinjerat Zagrebit që kem pas një vullnet tjashtë zakonshëm punës. Kem pas sekretarin permanent një menaxher, unë kom shku si ekspert, aty s'kom shku si menaxher, dhe sekretari permanent Gzim Pula më ban edhe menaxher, me qenë si isha drejtar, edhe kur fillum hapin për lëshimin e patent shofer, zhvillimin e programit të patentit dhe të kontrolave teknike, edhe në shikin një djelve ton ishim 3 edhe ishim me vullnet shumë të madhë më punu, edhe në gjatë takimit se i kishim takimin e mëngjesit me ta, në bëjke frenën e pak. Frenën e pak se nuk është koha halja për me jetë shumë për para. Po, kem pas probleme, kem pas kërsnime, kem pas të lashe tjerë zakonshme, kem pas atake, kem pas 2 atake të ministrisë, një onën, një koordinatori Prishtinës, shumë të kësia, po nuk im nalë. Besësi nuk im nalë. Pavarësisht prej presioneve të dhunës, prej sjashtëmi kem pas ato sene, nuk im nalë asë një herë, edhe nuk e nalë edhe shokët e mi, edhe mësë me si e konë, kem punu dhe në 10 natës. Kem punu dhe në 10 natës në atë kohë. E gjithat vullnet. Po, kem pas vullnet tjerë zakonshëm, pra po të thamë, po, mu më desht, u më era me shkencë pak më shumë, mëse ne edhe u largova krejt për ministrisë, u më era me shkencë. Me gjitha të veprat e juja mbetën jetike edhe tash e sa ko positiviteta i kisha dashme të aboni pyetje ma konkrete që na preokupon krejtve. Pse po bëhet gjithë kjo lugë në kryet qytet, ka shumë komunikacion? Kryqyteti nuk e ka bën zgjidhjen adekuate të qarkullimit rrugor.
qyteti Prishtinës është një qytet eksperimental në atë quajmë. Eksperimental. Për shkak të numrit të automjeteve, numrit banorëve se i ka. Edhe ka mundësi se qyteti Prishtinës komplet me bo një komunikacion të mirë që i ka hije edhe të sigurt. Mirë, po pse s'po pyetën eksperta si ju për me Po që po të regoj, kam qenë aktiv në qarkullimin rrethor, se qushin, para një 4 viteve, 3-4 viteve. Unë e kam bo studimin me studentat mi, edhe prej 140 pikave të konfliktit, mos harro, e kem çu në 39 pika konflikti. Edhe atë projekt e kem dorëzu në komune, me qenë se UBT-ja dhe komunja kanë një marrëveshje, edhe e kem dorëzu në komune. Tash, kur e murën ata komunë, ai ka qenë veç një arsyeshmëri teknike që na zbresim pikat e konfliktit prej 140 në 39. Edhe ata kanë bënë unë me studentat mi. Me studentat mi. Me të njëjtit studenta. Ke mujtë më shku në fazën e dytë. Krijimin e zonës parë, krijimin e zonës dytë, lidhjen e zonës parë dhe lidhjen me zonën e dytë me metodat e krijimit të rrugëve. Një kahore, 2 kahore, pastaj metodën diagonale të lidhjes të rrugës, do të thotë diagonale rrugore, radiale të kombinume tangenciale. Do në krejtë 4 metoda të rrugëve, mes 2 zonave kena mujtë me lidhë nër veti, edhe zona 2 mu lidhë me rrugën nacionale. Sigur sa është zona A, për shembull, rruga A. Për rrugës B, na kem rrugën B për mu lidhë me rrugën me N2. Po ajo është ka o të ndodhë. Ajo është arterje. Do thëtë rruga A është arterje, që ty ta liron komplet edhe ta lënë me një rrugë që i lidh 2 regione. Jo, po hala rruga A nuk është Po funksionon. jo bre, kjo të u folë që 20 vjetë të bo, se u bëm horë me ta. U bëm me ta. Tash, e kem tjetën rrugë. Do thëtë zona 2 që është lidh me autoudhë. Me autoudhë që është lidh me në pjesën e Mitrovicës, edhe në pjesën e Podojevës. Dhe që kështë lektu edhe më tepër. Krejt që është liru. Pastaj, zhvillimi i transportit mbrana qytetit. Rregullimi i biletës, u bëm horë. U bëm horë të pagu për çdo stacion. Qëta që kanë bërë 80 cent ditorën. A ka mojore, kallëzamni. Në Stamboll, kem shkuar në vizitë studimore me studentat mi. Bashkarisht me profesorin Muhammed, profesorin Ben. Në qoftë se Stambolli i ka 5 lloje të transportit, me një bilet elektronike, që e kalon, do thot, e ki tramvajin, e ki trollebusin, autobusin, metron, edhe transportin detar, ujor. Gjëshë ne jemi larkë këty në arritë. Larkë shumë, po na kem vish me autobus mërgjënohet. S'muj me mri. Për shkak se nuk lejohet profesionalizmi më kanë aty. Na kem profesorin Ben, që jem kolega, aty është doktoraturën e ka kënë transport urban. Që ai njeri mundet me dhënë zgjidhje. Nuk du më thonë unë, tërses, u mera me gjithë shka. Po e kam profesori Ben, që jem kolega aty, e ban zgjidhjen. Do thëtë se ka doktoru djali. Kërkosh nuk e thratë. Kërkosh. Shkretit edhe në përzerën ka qenë drejtori e urbanizmit, tash janë të ja prish plonët, si i ka pas. Të njerëz profesional nuk janë të veni aty ku duhet më kontribu. Nuk janë të veni ku duhet më kontribu. Unë e të folja se qysh muj me rregullu Prishtinë, se Prishtina është qytet eksperimental, është i vogël është. E ki një rrugë fush Kosovë deri te rruga B, tash e ki vesh edhe një rrugë të katedralja. Dhe që kështë mujtë në regullu shumë letë, apo jam? Po, shumë. Po paramenani ti, në qoftë se e marim sinkronizimin e valës Gjelbert, që na qyj metodën boshtore rregullimit, përmes valës Gjelbert, përmes shpejtësisë kufisume, prej fush Kosovës deri të salla 1 tetor, se deri të rruga B, nuk nalet kjerri. Me 40 orë, nuk nalet. Edhe se cëlla ndërhyrje, që bëhet qatë rrugën boshtore, vis një semafor nalet. Hiqmo. Edhe që kë, se largohet prej metodës, prej rrugës boshtore, vis një her nalet.
Për shkak se edhe ajo rregullohet në mënyrë bështënore me semafora. Kjo punë nuk bëhet me këta politika, mos harroni, me politika vendos, nuk vendos eksperti. Sigurisht. Se ai merr shikishin e ka ai, unë më mja propozu, unë më kanë ministri, më kanë ekspert, unë ju kam propozu, ki propozu, ministri, ako një profesionist, paklagjën e sapi, dhe ka thënë, ja marrish me ati, se ajo qak filozof, kam thonë mërë, filozofu sen, unë nuk kam filozofu, për shkak se unë i kam pas inxhinierë atjerë, kur kem dalë me mendim. Ka dalë ashtu si që keni thonë. Ka dalë ashtu që shkem mendu me ekspertët. Zotë Lidejta, ju më falenderoj shumë që erdhe në Infode dhe na japet të gjitha këto informacione mjaft rëndësishme dhe jetike për komunikacionin. Falenderit edhe për ju shumë. Të nderuar shikues, ne kthehemi me intervistën e dytë në studio. U kthyem në studio për të folur lidhur me gjendjen politike dhe deklarimet e fundit që u bënë në LDK. Me mua bashkë në studio është Argjend Zena, i cili do të na njoftoj më shumë lidhur me gjendjen politike në vend. Zotëri Zena, i faleminderit shumë që gjejte kohë që të vish në Infode. Faleminderit shumë për mundësinë edhe përshëndetje për juve. Kemi pa tash së fundi bisedat që dolën të LDK. Si shihni juve këto biseda? Shfaqja e këtyre bisedave pikërisht në kohën ku po pritet formimi i qeverisë së vendit. Unë besoj që të tilla zhvillime jemi mësu ko pas kohë të shohim pas çdo cikli zgjedhjeve në përgjithësa partitë politike. Kësaj radhe u publikuan në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Besoj që nuk është as tragjike për sa i përket komunikimit normal të zyrtarëve të një partie politike, të cilët janë të pakënaqur me rezultatin dhe me pritjet e tyre që kanë pas dhe me rezultatin që i ka dalë pas zgjedhjeve. Po me atë çka u thirrën ata? Unë besoj që me domos që dikush i cili është marrë me organizimin e këtyre votave, me regjistrimin e votuesve, ka mujtë me bëhet gjërat e tilla, po këto duhet i lihen organeve të drejtësisë tek e fundit, për shkak se i nxjerrin një udhëzes edhe procesi zgjedhor si të tillë. Diaspora jonë nuk ka nevojë që t'i bëhet presion për këtë duhet votuar. Gjithsesi që partitë politike e kemi pa që në këto zgjedhje, sikur në asnjë palë zgjedhje të tjera, ka qenë fokusuar jashtëzakonisht shumë në diasporën tonë, duke harruar që janë po të njëjtit njerëz të cilët kanë ikë po prej Kosovë, në këtë Kosovë dhe të cilën kanë qeverisë secila prej këtyre partive që sot janë në parti parlamentare. Mirë po, a mendoni se kjo fokus tek diaspora është bë pikërisht për shkak se lëvizja vendosje mori goxha një numër të madh nga diaspora në zgjedhjet e fundit, në zgjedhjet e 2021-s. Pra, a ishte edhe kjo arsyeja sepse e kthym kokën ka diaspora? E panë se një hambar, themi, se një hambar elektoral të gjitha partitë politike dhe tentuan, provuan që të funksionojnë në mënyrën e njëjtë siç kishte funksionuar edhe partia vetëvendosje në raport me diasporën tonë, por siç e thash, të gjitha këto parti politike po harrojnë se këta njerëz që sot janë në diasporë janë njerëz të Kosovës, të cilët një shumicë e tyre kanë jetuar edhe pas luftës në Kosovë dhe nga mosmundësitë brenda Kosovës kanë ikë dhe kanë emigruar dhe sot janë quhen diasporë e Kosovës. Dhe duke mos mjaftuar si u kanë pamundësuar që të jetojnë normalisht në Kosovë, kanë ngaren pas tyre edhe në diasporë, duke i thirrur, duke u premtuar gjëra të cilat kanë mujt me i realizu para se me pas nevojë me dalë të njëjtit dhe me u quajt diasporë dhe me u quajt mërgjimtarë dhe një tjetër në kohë me provu edhe me ja u manipulu edhe votën. Të gjitha partitë politike kanë provu që me manipulu votën e tyre. Sot i kemi edhe ankesat e Partisë Vetëvendosjes si parti e parë për kitazi me këto vota edhe është do e pakënaqshme, ka prit më shumë që do të marrë nga kjo diasporë, është do e pakënaqshme dhe rrjedhimisht duhet të gjendet një zgjidhje tjetër nga sa e kemi sot, zgjidhje ligjore, për t'i dhënë shans, mundësi diasporës që të jetë më përfaqësuar në mënyrë direkte në Parlamentin e Kosovës dhe në institucione të tjera, e jo kështu të jetë shpërndarë në të gjitha partitë politike për shkak se kështu mundet me vazhdu me kohën e papërfaqësuar edhe përkundër që ka jashtëzakonisht një numër të madh të votave të cilët marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës. A zonë këto biseda që u publikuan të LDK sa do ta dëmtojnë imazhin e LDK-s, po ashtu edhe do të
ndikojnë keq në formimin e qeverisë, a do të kenë mundësi të jenë pjesë e qeverisë apo jo? Unë besoj që mund të duken si është një lloj presioni që i bëhet Lidhjes Demokratike të Kosovës për të bërë pjesë një qeverie në cilën është edhe partia vetëvendosje, por hezitimi deri tashëm të paktën ai publik, edhe përkundër se ne kemi informata që privatisht të gjithë po takuan me të gjithë për të parë mundësinë e bashkëpunimit për qeverinë e ardhshme, por kjo është mënyrë eksplicite që dikush që nuk është pjesë e partive politike, po provon ndoshta që t'i bëj presion LDK-s që të bëhet me partinë vetëvendosje për të formuar një qeveri e cila mund të ishte një qeveri stabile, por të njëjtën kohë t'ia garantonte vetes edhe për një mandat pozitën e presidentes. Kur thoni pozitën e presidentes, e keni fjalën që mund t'i bashkohet ndonjëherë prej këtyre partive presidentja e vendit? Ajo nuk ka nevojë domosdoshmërisht të bashkangjitet, por sigurisht që mund të jetë pjesë e këtyre llogaritjeve. Ditur që ka dalur nga LDK-ja. Llogaritjeve, po me domos që ajo nga LDK-ja ka dalë dhe sot është presidente fal edhe mbështetjes nga elektorati i LDK-s së dikurshme, dhe unë besoj, mendoj dhe sipas gjitha analizave del që nëse është duke i bërë presion dikush Lidhjes Demokratike të Kosovës për të bërë pjesë një qeverie ku do të ishte edhe partia vetëvendosje, atëherë mund të na dalë rezultati që mund të jetë dikush nga presidenca, në mos direkt Vjosa Osmani, për t'ja siguruar vetes edhe një mandat 5 vjeçar në kryet e presidencës së Kosovës. Mirë, po tashmë jemi në bisedime, si që thamë, se cili me njëri tjetrin. A mendoni se do të bashkohet edhe dikush tjetër vetëvendosjes përveç nëse hipotetikisht po të themi LDK-ja? Nëse nuk do të jetë LDK-ja, atëherë besoj që partia vetëvendosje, kryeministri Kurdi do të orvatet që të piketoj deputet individualisht mrena Kuvendit Kosovës, por e dim që një qeveri me 61 numra nuk ka qenë asnjëherë jetë gjatë, asnjëherë nuk ka qenë stabile dhe nuk ka kryer punë të mira për Kosovën. I patëm 4 vite me partinë vetëvendosje, me një qeveri shumë stabile, e cila po ashtu nuk është që ka realizu projekte madhore për Kosovën, e lëre me në një qeveri e cila është në vazhdimsi në skript të numrave me 61 numra. Pra, partia vetëvendosje nëse synon ta formojë qeverinë për mandatin e ardhshëm, atëherë i duhet me domos një parti shqiptare për të pas një qeveri stabile, ose të bashkëpunoj, të pranoj të bashkëpunoj me listën serbe nën kushtet të cilat do të mundeshin me qenë koherente për të dyja palët dhe me komunitetet tjera e jo shumicë për t'i pas minimalisht 70 numra në Kuvendin e Kosovës. Përndryshe, në këto matematika, duke mos pranuar asnjë parti shqiptare që të bashkëpunojë me partinë vetëvendosje, atë unë besoj që kryeministri Kurti, siç është mësuar në të kaluarën që të ketë qeveri stabile, nuk do të provojë që të ketë një qeveri me kaq pak numra, për shkak se, siç e thash, nuk do të jetë gjatë. Ne patëm një deklaratë zonjës Haxhiu, e cila tha që po mundohemi që të bashkëpunojmë me komunitetet jo shumicë në vend. Duke i përjashtuar deklarativisht që janë shprehur, duke i përjashtuar listën serbe, po siç e thash, një bashkëpunim me komunitetet jo shumicë dhe duke i anashkaluar gjitha partitë shqiptare, nuk do të ketë mundësi që të ketë një qeveri stabile. Ai do të mundet me formu qeverinë, por për proceset që e presin Kosovën, nuk mundet me i bu ballë një qeveri me 61 numra. As më pak tani kur kemi shumë në proces ligjet që kanë mbetur për gjysmë. Jo vetëm ligjet, po e kam fjalën edhe për sa i përket dialogut me Serbinë, edhe për sa i përket proceseve integruese, për sa i përket plotësimit të disa prej kushteve për me na u heq masat të cilat i kemi të vendosura që 3 vite. Dhe shumë proceset e tjera, dhe një administratë Trump 2, e cila po ashtu do të ashtoj presionin për sa i përket përmbylljes së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe kryeministri Kurti, nëse do të vazhdoj të jetë me të njëjtin mentalitet politik siç ishte në 4 vitet e kaluara, nuk do të mundet me i bu ballë këtij presioni dhe do t'i duhet të nshej rrugë me domos. Prandaj unë besoj që do të bëj analizën e vet kryeministri në detyrë, për nëse do të jetë i gatshëm, nëse do të ketë numër stabil për të hyrë një mandati të ri për vitet në vazhdim, që besoj unë se nuk do të munden me përfundu siç e përfundoi mandatin 4 vjeçar të kaluar, por do të jetë një qeveri me gjysmë mandati. Mirë, po si e shihni ju PD-n në gjithë këtë mes i cili po zhvillohet? Po nëse përjashtojmë partinë vetëvendosje si parti e parë, e cila ka detyrimin ligjor, ta themi,
për të marrë iniciativën e para për të formuar qeverinë, atëherë nëse do të dështoj partive të vendosje, gjithë barra e organizimit të mundshëm në qeveriet nga opozita i takon Partisë Demokratike të Kosovës si partia e dytë për nga numri i deputetëve, dhe rrjedhimisht unë besoj që është duke i realizuar konsultat e veta me partitë opozitare, ndoshta edhe me partinë vetëvendosje, por siç e thash i takon barra atij si e dyta për të thirrur një mandat nëse do t'i vijë radha nga mos pranimi ose mos mundësia nga partia vetëvendosje. A mendoni se do ketë luksin kryeministit të shoj pe dhe t'jep timonin dikujt tjetër që ta formojë qeverinë? Unë besoj që Kosova nuk e ka luksin me vazhdu në ngërç institucional dhe rrjedhimisht besoj që do të thirrin në kokë vetveten edhe partia e parë vetëvendosje, kryeministrin detyrës zotëri Kurti, por dhe gjitha partitë tjera që të mos e vazhdojnë shumë gjatë ngërçin institucional për shkak se, siç e dim, e thash edhe më herët, jemi në një periudhë kohore me zhvillime jashtëzakonisht hapshme gjeopolitike dhe Kosovës nuk i intereson, nuk do duhet të interesonte edhe matutit të vazhdonte me izolimin, siç e kemi pas në këtu 4 vitet e kaluara fatkeqësisht. Mirë, po kemi pa që disa spekulime se Trump do të njësë turnejen e tij në Ballkan. Pra, si e shihni ju nëse Trump vjen në Kosovë, do të ketë një trysni që të përfundohen çështjet e dialogut, pra që tashmë janë sërgjatur dhe do të ketë ndonjë mesazh nga ana e tij që të bëhet formimi i qeverisjes, ashtu siç ka ndikuar hera të kaluara, them të drejtën. Kemi pas një farlloj presioni nga ndërkombëtarët që të formohen qeveri, kush e tek do bëhet. Edhe tash ka deklarime edhe në qoftë edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe nga State Departmenti Amerikan që Kosova duhet të vazhdoj të ngjelet me qeverinë detyrë ose pa institucione fare, për shkak se kjo nuk është as në interesin e Kosovës si shtet, por as në interesin e aleatëve tonë, të cilët e mbikëqyrojnë, moderojnë dhe maturojnë Kosovën në proceset e saj ndërkombëtare, por edhe ato të brendshme. Jemi në kufi me Serbinë, Serbia është ndikuar jashtëzakonisht shumë prej Rusisë edhe Kinës dhe rrjedhimisht nuk i levërdis as Shtetet Bashkuara të Amerikës që Kosova të jetë pa institucione legjitime të dala nga kuvendi i Kosovës pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Për sa i përket një vizite të mundshme të presidentit amerikan Trump, unë besoj që ai nuk do të vijë në Kosovë përpara qenë institucionet e formuara në radhë të parë dhe një të ku përpara një paramarrëveshje të cilën do të mundeshin me nënshkru Kosova dhe Serbia, për shkak se dim që ata nuk kanë kohë edhe matutje që të na i dëgjojnë teket tona, jo i pranojmë marrëveshjet, jo si pranojmë marrëveshjet, jo se e implementojmë asociacionin, jo se implementojmë asociacionin. Nëse do të ketë një vendim të tillë për ta vizituar rajonin, sigurisht që ai do të vijë për të publikuar punët e kryme për sa i përket qoftë ato dhe dialogut, por qoftë ato dhe integrimeve të Kosovës me drejt Bashkimit Evropian dhe drejt NATO-s. Duke lënë anash çështjen e formimit të qeverisë, po themi se Kurti i ka bërë tashmë votat, por edhe nga ana e Serbisë kemi parë protestat e vazhdueshme atje. Sa jemi të gatshme të dyja shtetet që të fokusohemi tek çështja e nënshkrimit të një marrëveshje që Trump kur të vijë vetëm të implementohet? Siç e thash, ato janë shemat e cilat po besoj që kryen nga të tjera struktura, qoftë ato edhe Bashkimit Evropian, po dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në momentin e parë kur edhe Kosova dhe Serbia e marrin një sinjal zyrtar që presidenti Trump do ta vizitojë rajonin, unë besoj që do t'i bëjmë presion edhe vetvetes, do ta marrin si presion atë çështje dhe do të arrijnë që të ulen në tavolinë serioze të negociatave dhe të përmbyllin këtë proces. Për sa i përket trazirave të mundshme në Serbi, ato nuk janë në interesin e Kosovës as pak, për shkak se mund të presupozohet që mund të kemi ndonjë sulm të tipit Banjskës ose diçka më tepër për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit publik për brenda Serbisë nga ana Vučićit dhe për të kaluar te Kosova, të cilën e ka alibinë vetme përballë popullit vet, të cilën edhe ashtu është duke qeverisur me autoritarizëm. Po nuk na intereson, nuk do duhet na interesonte shumë për çka po ndodh në Serbi, duhet na interesonte më shumë çka na ndodh neve në Kosovë dhe duhet të kryjmë punët tona për të pas mundësi që të integrohemi në organizatat e Bashkimit Evropian dhe organizata të tjera të vendeve të botës. Dhe duhet të merreshim me vetveten tonë edhe në këtë rast, në këtë mes, edhe me dialogun duhet të bëjmë presion, ne duhet të bëjmë presion Serbisë
që ajo të ulet në të rrezën e negociatave dhe të përmbylli marrëveshjen me të, për shkak se është në leverdinë e Serbisë që neve na mbajë sa më gjatë të izoluar. Sigurisht, duke ditur se tashmë dhe koha po kalon shumë shpejt edhe bota, po kalon një farë lloji revolucioni me ardhjen e Donald Trump, kemi pa që ka ndodhur shumë ngjarje në vend. Pra, si e shihni juve sa do të ndikoj edhe administrata e tij në vendin tonë, duke ditur se kemi pa disa deklarata të Grenell, i cili ka bërë karshi gjykatës speciale, pra si keni pa deklaratat e Grenell edhe sa do të ndikojnë ato në vendimin e gjykatës speciale? A do të ketë Shtetet e Bashkuara një verdikt lidhur me gjykatën speciale që të përfundojë më shpejt ky proces? Unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lëshohen në ndikime direkte për ta mbyllur gjykatën speciale, por sigurisht që do të mundin me bu presion që procesi të kryhet sa më shpejt që të jetë e mundur, pas zgjatje të mëdha birokratike dhe një mori e argumentesh, në thonjza, dëshmish të cilat i ka prezantuar prokuroria e gjykatës speciale të mos pranohen për shkak se e dim të gjithë mirë filli dhe më së miri e din Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ato ku janë të ndërtuar, ku janë të mbushura me argumente dhe sa të falsifikuara janë ato argumente. Në të njëjtën kohë, nga qëllimi fillestar që është propozuar deri më sot ka ndruar diametralisht ideja dhe për çka ka me konkludu kjo gjykatë speciale, ne fillimisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë sugjeruar për ta formuar një gjykatë të tillë, por me kalimin e kohës, duke kaluar ditët, e kemi pa ku është qëllimi në vetvete i kësaj gjykate speciale. Nuk është për me sjellë drejtësi, është për të bërë një lloj balanci politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për ta balancuar deri diku viktimen dhe ata që e ka shkaktuar viktimen. Dhe edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pa këtë qëllim dhe rrjedhimisht janë të interesuar se sa më parë të përfundoj ky proces i këtyre gjykimeve dhe të njëjtën kohë të japet verdikti për cilën e dim edhe ne, por edhe Shtetet e Bashkuara në këtë rast edhe administrata Trump e din që duhet të ishte lirues për të gjithë të akuzumit, sidomos për ish presidentin Thaçi dhe zotin Krasniqi, Regjen dhe zotin Veseli, për shkak se e dim të gjithë edhe po dëshmoj çdo ditë që ushtria çlimtare e Kosovës ka qenë burim i revolucionit popullor i cili ka pas pak nësi përballë represionit të ish Jugosllavisë, në këtë rast të Serbisë. Ne kemi pa një lobim që Serbia ka bërë karshi e gjykatës speciale duke dërguar shumë njerëz, siç e tha, të porositur nga ata në mënyrë që të njolloset gjykata speciale, por pam edhe një deklarim të Grenell i cili tha që njerëzit e Interpolit të ndjekur nga Interpoli po japin deklarata atje. U tha që edhe Sigi Raqa, pra siç dihet rasti i tij, është duke dëshmuar në gjykatën speciale. Si keni pa juve gjitha këto zhvillime, duke ditur se kemi një deklaratë pra të një zyrtari siç është Grenell i cili po thotë se janë të njëjtur nga Interpoli. Kjo është vërtetën e gjithë këtij procesi prej idesë së dhënë dhe deri te konkluda se si do të konkludoj në procesin përfundimtar, në vendimin përfundimtar gjykata speciale, do ta mësojmë në librat e historisë, por sot për sot shihet që kjo gjykatë është krijuar pe strukturave prej çarqeve që nuk ja duin të mirën Kosovës në atë forë, që nuk ja ka ndosh mirën asnjë misie ndërmjet Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, as nuk e duan të ardhmen në kushte normale të Kosovës dhe dëshirojnë që të anjullosin me këtë rast, duke provuar të anjullosin ushtrinë çlimtare të Kosovës, luftën e saj për liri, të anjullosin edhe aleatet e Kosovës, siç janë në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Britaninë e Madhe, që kanë qenë dy vendet kryesorë të cilat kanë shtyrë NATO që të intervenojë në të 99 për ta shpëtuar popullin shqiptar nga spastrimi etnik. Pra gjithë lufta bëhet nga strukturat, siç e thash, ruso-kineze, për të anulluar sa më tepër që të jetë mundur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe si dy shtyllat kryesore të demokracisë në arenën globale. Dhe rrjedhimisht, nëpërmjet kuj e provojnë me e bu mas miri këto, nëpërmjet Kosovës dhe nëpërmjet këtij procesi i cili e dim të gjithë, është deklaruar në mënyrë indirekte edhe Dick Marty si propozuesi i rezolutës nga e cila ka rrjedhur gjykata speciale, për shkak se kanë provuar në vazhdimsi strukturat e sigurisë të inteligjencës, qoftë ato serbe ose ruse, që sa më tepër të hedhin politik zezë mbi luftën çlirimtare dhe të njëjtën kohë edhe duke provuar që me këta që po gjykohen në gjykatën speciale po i bojnë presion dëshmitarëve. Në këtë rast i kemi edhe të arrestuar të fundit për bashkëpunim me bijan serbe,
të cilët shemat e cilëve të regojnë që ç'është është provu më ndërtu dëshmitarët në mënyrë të falsifikume, duke dhënë të holla, por edhe duke i shantazhuar të njëjtit për të dhënë dëshmi kundër tyre që po gjykohen sot në gjykatën speciale. Pra këtu kemi të bëjmë me luftën ndërmjet politikës perëndimore dhe asaj të lindjes, e cila zatën kohëve të fundit në administratën Biden sa ishim, ka marrë jashtëzakonisht shumë përmasa të frikshme në rajonin e Evropës, pjesë të cilës jemi dhe ne. I nderuar, ne kemi pa që Serbia tashmë ka lëbuar me hapa të mëdhenj në arenën ndërkombëtare, ndërkaq një Kosovë që e pati vetëm një njohje gjatë kësaj periudhe. E sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë që nuk kemi as diçka që mundet me na përfaqësu neve. Sa do ta dëmtoj edhe më tepër kjo gjendje e Kosovës në mos përfaqësimin e duhur të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Mos sjelljen e njohjeve të reja që janë shumë të rëndësishme dhe jetike për vendin tonë. Jo e patë edhe sfundmi një mos koordinim ndërmjet institucioneve të shtetit tek njohja e Kenjas, e cila ishte një njohje jashtëzakonisht e rëndësishme për rajonit për nga vjen, dhe të mos harrojmë edhe ajo njohje, unë besoj që në mënyrë indirekte ka ardhur nga ndonjë lobim edhe i ish president Paculli, por sigurisht edhe nga aleatët tonë amerikanë, të cilët kanë jashtëzakonisht shumë ndikim në këtë vend, që është vend me rëndësi në Afrikën Lindore, dhe rrjedhimisht unë besoj që kemi pas një politikë të jashtëzakonisht të vëbekt, jashtëzakonisht të izolume, pa ndonjë agjendë të qartë se ku ka me mri Kosova. Edhe sot kësaj dite ministrja në detyrë Grevalla nuk ka arrit me na tregu sa herë ka qenë në vizitë në New York ose në Washington, me kë është takuar, çfarë rezultati ka mri Kosova nga ato takime, dhe rrjedhimisht nuk e kemi asnjë antarësim, as në organizatat evropiane, e patëm dështimin për antarësim në Këshillin e Evropës, dhe rrjedhimisht nuk e kemi një kandidim për të bërë pjesë e kësaj organizate që është jashtëzakonisht me rëndësi për vendin tonë, për të pas mundësi që nesër pas nesër edhe personat fizik të paditin Serbinë për ato që ne ka shkaktuar në kohën e luftës dhe për të dëmshpërblyt tek e fundit. Por në të njëjtën kohë edhe ne edhe si shtet nuk kemi të drejtën që ta paditim Serbinë në asnjë instancë ndërkombëtare për na dëmshpërblyt për ato që ne ka shkaktuar në. Pra, si konklud, politika jashtme në këto 4 vite të kaluara ka qenë një kohë harxhuar kot dhe një angazhim i pa agjend me inercion negativ nga ana e ministrës dhe tek e fundit, për të mos e banalizuar shumë, por sinqerisht janë disa dëshmi të cilat vazhdojnë të qëndrojnë, që janë huqet e mëdha të cilat i ka bëu në vazhdimsi ministra e jashtme Grevalla, qoftë ajo me postime, me deklarime, me stemën shtetërore dhe me huqjen e flamujve të shteteve aleate tona, të cilat na kanë njoftë tek e fundit dhe për cilat në politikën, në protokollin ndërkombëtar merren edhe si fyrje ndaj atyre shteteve. Sigurisht, zot Rizena, ju falenderoj shumë që gjete kohë që të vish në Infode dhe të na shpalosh të gjitha këto ngjarje që kanë karakterizuar vendin tonë dhe të japësh hipotezën tënde në lidhje me to. Faleminderit për mundësinë djellë, çdo të mirë për juve. Të nderuar shikues të Infodez, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.